Po bove mo, njeri bronit, njeri me mushnia, me bira, s'di qka me thonë. Bove mo! Tu qka pas ka kome, pasha në zonë. Shumë e ma, se gjuna, sa saj s'kish dasht më kollit. Po qfar gjinajve njeri mas me mujtë krynë, njas tek me qitë me poshuve. Po shumë për se marre. Mani marrë, thot. Po i smut është. I smut është s'ka që ka banë. Po vdis be, vdis, ratosh edhe ti, edhe në ratomi. Mos fal pa lidhje bre. O fmi, me po me ju hip juve nartë, ati qka e rqenë? Se edhe juve ja kum letë pasha një zotë. Veç edhe zonë juve o të mungu këtë. Pasha zotë që të mujtë mu. Bir fle, bir. E, a hangre po këfmit? Po. E, që vesh në dhe, hajtë si nga të dalë me shëtit. Vesh të dhe ti. Po, baba po vjen edhe ti me neve. Kusht të dha bat le, bab? Kusht dha le me thirë njerëzë, ma? Kusht tha? Po ka dalë belet vjen me neve, se s'ko lidhje, merë pak ajrë pastë që ko gojle. Jo, bia jeme, ja. Dini knaq në jo. Se edhe ashtu s'jam të mujtë, e porrish me pa përshaj pak. Qashtu, u kap kut njeri, këshire, a gjitha punë në të e boki. Veç o të punu. Veç këshire dhe kodhe se të lana halë. Pi punës të madhe. Ti, kur do me qitë njerëzit për ajtë pastër, mund është me marrë kerin, kur jam unë në punë edhe, i qetë në kësërzjënti. O gjysh, hajde edhe ti me neve. Oh, biri, ja, Edhe babi jotë më tha po, nuk po mujë. Shkoni jo, knaqë të babës. Indret, a po do me ardh, apo do me net me gjyshin? Zgjedhe. O gjysh, hajde bella ti na tregon prollat e porku. Alp, shpet jashtë. Shpet këpucat me vesh. E ti Indretec. Qupe vesh të ty qka të prit? Grue. Ti që e dhave jetën për këtë djallë. Ti që më shtine në borgje 15 vjetë. Së një kam pagujt vetëm për darsmën e me jabo më të mirën. Ti që më shtinshe në përborgje për ta shkollu, në shkollat më të mira. Që, sot këtë djallë, mos e më logarit as sa një qenë. Shumë gabim jetu s'jellë me bab tanën. Shumë s'jellë jetë gabu me jetu ba. Që din ti me usellë më mirë, urdna, të koftë, sellu mirë. Normal që di edhe po sillna, se qështu nuk është në rregull. O është edhe shumë mirë, bile. Se ma njeri të pa kujdesshëm, ma njeri të pa zdiqsh me thonë e mytja i kolli, mos kujdeset për vetën e vetë, mos latë, nuk latë, zdi kur latë njerë në 5 java. Era për që t'i ardhen. Për ti e ki për detyrë më kujdes për ta, me la dhe krejt që atë ka nevoj. Unë e kam për kujdes me la? Po dhe? Në xhami, dini me shku vetë. E me him banja që ti 5 minuta më pasru s'dina. Rebe pash zoti më së mba nërvos. A i të dosh me kesh krejt me ty ashka? Krejt në të keshin. A kuptum krejt në të keshin. Bile.
se fëmijët, unë ku vendos me qitë edhe për shtëpia. Edhe më rahat, edhe në më rahat. O jem veti, vish guxo bane tani të kallzoj une. Shumë jam vetëm. Edhe shumë mirë di se ç'kam të bëj. Vish guxo bane, e të kallzoj une. Kondër kime më pas. Merë sopër sa pjek. Mirë ka ba. Se do, këtë vësh me një mishtore ma gjithë. Që 10 vjetë. Ja, me shi mirë ka qytë. Hapat me si kipi, o bab. Pse be I le punë të mas dore. Më falni me veç pak t'jap hapat. Ja, jem unë për hapat. Hajde. Po bre, babës. Hajde. Se harru baba. Hajde bab, hajde bab. Hajde. Nërë veç, nërë. Qëkaj të babë si mësë më ngërë kur bë... Qëkaj të babë atë su, për më morë eftirën be? O, be gjele, ma ban halal be gjele, po kesh shumë be unë të kesh. Edhe si ju me bati, ja? Po hande. Po ftyrë me I thotë be, më korite be krejt. Kur ki mu mush me se më plasë mu? Edhe nga, shtrinë që të më zga pa medalja është. Veç del, thuj është til. Po bijën, po shaj pak edhe qaq. Po kuptu? Po, u bo gjele, mu bo. Dalë ju thamë që, s'po mu edhe... Hiç mos dibli. Mas I tajmë bukne, mas I tulmi të salon që atërë del, veç përshëndetë, natën e mirë, nësë jam të mujtë, jam të bo, fu edhe, qaq. Hec, shtrinë është til. Dalë ma bo. Beso, se jam t'ja prish për kur gjojq. Ku ka tjere, veç më banë. E njës babës du shkoj, daj, ajde si pleq, ma I mërmarja, është më një konsen. Sa po më E peri gati atën. Qka kim babë, qka mi? Rëmit E për vete që më Valla. mësë gati o Allah, se në problem është me Qka të vesh? Pa tjare, dashtë. Apo falni bre mume. Shkoj të bise, s'jam të mujtan. Po herët pak me vacinur? Ja. Ne të pushon, ja. Arton, herët bje. Gjithë që kështu. E lutni, rebe, një qaj një sen, e Ani, pusho vacinur, po thash e këshëm bona I ma bet që du pak e... Ja, vazhdo një sen. Mos e ngushta. qysh? Hez bo. Qysh ta nish vetën? Me të dash diçka veç të renjes, ti e di unë aty, te krytja. Hez bo. Faleminderit babës. Edhe që është të kallzu tani. Prisnia çka të kortë. Edhe ne kena marrë vetë të këtij. Edhe lodhe kemi pak me dhejtë në problem. Ja, Se jam Bob. Dashta me të kërku falje për pramë, se e nisi u gut pak, gaboj. Më falë se u niva. Ja bre babë, mos të mërzit për babën ti. Edhe mërzin fjalë për babën, më mësha po tanë, këshyre jetën tane. Unë niva te për keq, edhe se di që e gjetë, se nuk u konë që shto, po... Për një me më falë shumë. Bjejemi. Ka ardhë koha që tash. Koha ka ardhë. Qëfar kohë për me nëse s'po të kuptoj? Më I pi.
Ka ardhë koha i bia ime se në dënjo nuk shkohet pa të nëzirë haku. Qka ke bo, kanë me ta bo. Bile, unë babës tem edhe ma keqa kom bo. Unë, babën tem, ma le kom që me hupë. Marëm gjalli jem, s'ma ka bo që ta. Edhe? Edhe, shkova të nesrit, ta shoku e kom lanë aty. Shka me po? Prej s'ftoft ishte ngrije. E ki shup mendjen, ta që prej s'ftoftit. E lyp shalallëk, s'muj kas me mu përqiqë. Mramje, edhe shpirtin, edhe dyq, e përsa po thonë, djali jem ma i mirë se unë është. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderojmë Zotin xhallashanehu, madhrojmë atë dhe lutëm te i madhi Zot xhallashanehu që falja dhe mëshira e tij të jetë gjithmonë mbi ne. Dërgojmë salavat dhe selame te pandalëra mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pjesën filmike që shikuam më parë paraqet një realitet të hidhur, i cili kohëve të fundit është duke na ndodhur edhe në shoqërinë tonë kosovare. Fatkeqësisht, pikërisht ata të cilët dhanë çdo gjë, dhanë mundin e tyre, përpjekjet e tyre, sakrificat e tyre, pra prindërit tonë, u munduan që neve të na rritin, na edukojnë, na shkollojnë dhe të na përgatitin në formën më të mirë, ata sot, pra një pjesë e tyre, nuk janë duke e pasur trajtimin e duhur ashtu siç i takon një prindi, apo të më mirë, ashtu siç i takon një evladi që cilët me prindrit e tyre. Sot jemi dëshmitar të asaj që një pjesë e prindve, edhe pse jetojnë së bashku me evladet e tyre në një shtëpi, ata nuk gëzojnë trajtimin e duhur, nuk kanë respektin e duhur dhe shpeshherë janë të keq trajtuar pikërisht nga evladet e tyre, pikërisht nga ata për të cilët pra prindrit u munduan që t'japin çdo gjë që ata të kenë sukses në jetën e tyre. Dhe pam edhe në pjesën filmike që pikërisht ata e konsiderojnë pra prindin e tyre si një barr që i pengon në jetën e tyre të përditshme. Pastaj kemi një pjesë të prindve cilët tani me veç që janë lanë të vetmuar nga evladet e tyre dhe ata të mbyllur në shtëpinë e tyre, brenda 4 mureve të dhomës e tyre, presin me padurim që dikush nga evladet e tyre, nga nipat dhe mbesat e tyre, të vinë dhe t'ju hapin derën për të pyetur për hallet dhe dertet e tyre. Po ashtu kemi edhe të tjerë cilët janë dërguar në shtëpitë e pleqve dhe tani për ta kujdeset dikush tjetër në vend që të kujdesen evladet e tyre që ata i rriten, i edukuan dhe i shkolluan. Andaj në minutat në vijim, neve do të mundohemi që ta trajtojmë këtë temë nga prizmi islam për të kuptuar më mirë përgjegjësinë dhe obligimet që kemi si evlad ndaj prindërve tanë. Allahu xhallashanehu në Kur'anin famlart na drejtohet dhe thotë estaizu billah bismillah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Adhurojeni Allahun xhallashanehu dhe mos i shoqëroni asgjë atij në adhurim dhe silluni mirë me prindrit e juaj. Pra shohim që Allahu xhallashanehu në këtë ajet kuranor ka bashkuar dy gjëra shumë të rëndësishme: ibadetin, adhurimin në raport me Zotin xhallashanehu
dhe kujdesin që neve duhet ta kemi në raport me prindrit tanë. Andaj komentatorët e Kuranit kanë thënë se pikrisht pasi që Allahu xhallashanuhu i ka lidhur këto dy çështje në këtë ajet kuranor, pra adhurimin në Zotin xhallashanuhu dhe respektin që duhet ta kemi ndaj prindërve, dietarët kanë thënë se nëse një njeri i cili edhe pse është besimtar, por për shkak se nuk është i drejtë me prindrit e tij, ka rrezik që ibadetet e tij të mos pranohen. Pastaj Allahu xhallashanuhu në një ajet tjetër kuranor thotë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Thot Allahu xhallashanuhu ka urdhëruar që të adhuroni Allahun xhallashanuhu dhe të mos i shoqëroni asgjë atij në adhurim dhe të kujdeseni për prindrit e juaj. Dhe vazhdon ajeti, thot Allahu xhallashanuhu, nëse ndonjërin prej tyre apo që të dytë i arrin pleqëria tek ti, mos u thuaj atyre as of, dhe sillu mirë me ta, me fjalë të mira dhe të buta, t'jesh i mëshirshëm dhe i kujdesshëm ndaj tyre, dhe thuaj: o Zoti im, mëshiroj ata sikur ata më mëshiruan mua kur isha fëmijë. Pra të ndershëm besimtar, kur flasim për mirësinë ndaj prindve, kemi për qëllim obligimin ton që neve të jemi pranë tyre, t'ju qëndrojmë afër atyre, e posaçërisht në kohën kur ata kanë nevojë më shumti, pra në moshën e tyre të shtyrë, dhe kur ata janë të sëmur dhe ndoshta nuk janë në gjendje që t'i kryjnë obligimet e veta që i kanë. Pastaj të mundohemi që brenda mundësive t'ju realizojmë kërkesat dhe dëshirat e tyre, pra ato cilat janë të lejuara fetarisht, por edhe atëherë kur ndoshta kërkesat e tyre për neve janë të pakapshme, të mundohemi që ta kuptojmë, pra të bëjmë sabër dhe të kuptojmë edhe kërkesat e tyre, ashtu siç ata na kanë kuptuar kur neve ishim fëmijë dhe padyshim që disa kërkesa tona të karshi tyre ishin të pakuptimta. Dhe mbi gjitha, të jemi krenar me prindërit tanë, me mundin dhe sakrificën e tyre, dhe mos ndihemi të turpruar, siç e pam edhe nga skema e filmit, kur ndodh që dikush na vije musafir, për shkak se prindërit tanë janë shtyr në moshë dhe për shkak se ata ndoshta mund të kenë ndonjë vepër që mund na bëjë të ndihemi keq, neve t'i largojmë edhe nga shtëpia, nga vendi i ndjes ku jemi me musafir, por gjithmonë pra t'i kemi afër edhe në prezencë të musafirëve, edhe në vizitat e ndryshme, sepse kështu neve do ta fitojmë razinë e Zotit xhallashanuhu. Në të kundërtën, nëse neve jemi të pakujdesshëm, neve jemi të pasjellshëm ndaj tyre, neve jemi arrogant ndaj tyre, ta dimë që jemi duke bërë një mëkat madh, për cilën nesër do të ndeshkohemi para Allahut xhallashanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot shokëve të tij, a t'ju tregoj një mëkat, një gjuna të madh që njeriu e bën këtë dynja? I thanë po, i dërguar i Zotit. Allahu xhallashanuhu tha që mëkati më i madh, pejgamberi alayhi salam tha që mëkati më i madh që njeriu mund të bëjë në këtë dynja është të shoqërojë Allahu xhallashanuhu shok në adhurim. Dhe menjëherë pas kësaj, Allahu xhallashanuhu e përmendi rebelimin kundër prindërve dhe të mos jesh i kujdesshëm ndaj tyre. Andaj të ndershëm besimtar, mos ta konsiderojmë kujdesin ndaj prindërve si një barr e cila na ka rënë në qafë dhe mundohemi që çdo çast pra që të lirohem nga kjo. Mirë po ta kuptojmë si një mirësi nga Zoti xhallashanuhu dhe duke ju bërë hizmet atyre, duke qenë në shërbim të tyre, ta fitojmë razinë dhe kënaqësinë e Allahut xhallashanuhu. Sepse thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, razia e Zotit xhallashanuhu arrihet përmes razisë së prindërve, kurse hidhrimi i Allahut xhallashanuhu arrihet përmes hidhrimit e prindërve. Pra ai njeriu i cili ka arritur që prindërit e tij të jenë të kënaqur me të, ka arritur që ata të jenë razi me të, padyshim që ky njeri ka arritur edhe razinë e Zotit xhallashanuhu. Por unë Zot, nëse një njeri me të janë të hidhruar prindërit e tij, padyshim që edhe Zoti xhallashanuhu është i hidhruar me ta. Dhe mos harrojmë që prindërit tanë janë derë xhenetit për ne, janë qelsi xhenetit për ne. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se prindrit janë një nga dyert kryesore të xhenetit. Pra varet nga ne se a do t'i shfrytëzojmë këto apo do t'i humbim këto. Pra varet nga kujdesi jonë ndaj prindve. Nëse ne kujdesim mirë për ta, do ta fitojmë këtë mirësi të Zotit xhallashanuhu. Por unë Zot, nëse jemi prej atyre që i keq trajtojmë, do ta humbim këtë mirësi të Allahut xhallashanuhu. Andaj, për fund, dua të them se nuk mund të jetë asnjë justifikim
për gjithë ata të cilët mundohen që ta justifikojnë veten, për shkak se ata tani me i kanë lënë prindët e tyre, nuk qëndrojnë me prindët e tyre, disa i kanë lënë të vetmuar dhe bën një jetë private pa prindërit e tyre, pra nuk ka arsyetim që ata mund na bindin që me të vërtetë në atë që e kanë bërë. Por lutem Zotin xhallashanehu që të gjithë ata dhe ne, cilët ndoshta nuk jemi sjellur mirë me prindit tanë, ta shfrytëzojmë këtë muaj të mëshirës, ta shfrytëzojmë këtë muaj të rahmetit, ta shfrytëzojmë këtë muaj të bereqetshëm të faljes dhe t'i përmirësojmë raportet tona me familjen tonë, e posaçërisht me babë dhe nën, të kërkojmë hallallakun nëse ju kemi hyrë në hak dhe ta fillojmë një jetë të re me ta. Të jemi afër tyre, të jemi në shërbim tyre, të jemi në kujdesin e tyre, ashtu siç ata ishin kur ne ishim fëmijë. Dhe të bëjmë dua dhe lutjet e Madhit Zot xhallashanehu duke thënë: O Zot, fali, o Zot, mëshiroj, o Zot, jep ju mirësi dhe begati prindëve të mi, ashtu siç ata ishin të mëshirshëm, ishin të dashur dhe ishin të mirë me ne kur ne ishim fëmijë. Lutem Zotin xhallashanehu që ta shfrytëzojmë këtë muaj të paqes dhe të rahmetit, fitojmë nga mirësitë e tij dhe dalëm të falur dhe të mëshiruar nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.